Në fund piramidës qëndron qeveria teknokrate që supozohet të qeverisë Gazën. Vetëm 2 nga emrat e propozuar nga fraksionet palestineze kanë hyrë në listë. Personazhi më problematik është ai përgjegjës për sigurinë, Sami Nasman, ish oficeri i lartë i sigurisë së autoritetit palestinez, u dënua në mungesë nga një gjykatë në Gazën më 15 vjet burg për nxitje të kaosit dhe për organizim të supozuar të atentateve ndaj udhëheqësve të Hamasit. Nasman ka qenë në mërgim që atëherë dhe ka pak gjasa të kthehet së shpejti. Witkov njoftoi fazën e dytë të marrëveshjes së anëpushimit në të njëjtën mënyrë, siç njoftoi vetë anëpushimin, duke ia ngarkuar të gjithë barrën Hamasit. Në deklaratën e tij, Witkov tha se faza e dytë kishte të bënte me çmilitarizimin e plotë të Gazës, kryesisht çarmatimin e gjithë personelit të paautorizuar. Ai tha se SHBA pret që Hamasi të përmbush plotësisht këtë kërkesë. Dështimi për ta bërë këtë do të sjellë pasoja serioze, tha Witkov. Nuk u tha asnjë fjalë për detyrimin e Izraelit për të tërhequr nga Vija e Verdh, nga e cila ka avancuar deri tani dhe zë mbi 60% territorit Gazës. As nuk u përmendën mbi 1000 shkele të anëpushimit dhe vrasja deri në 450 palestinezëve që nga nënshkrimi i marrëveshjes në tetor.